Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues, Kosova mbajti zgjedhje lokale me 12 tetor, numërimi po vazhdon për antarët e kuvendeve komunale, asamblejës të si quhen. Në Shqipëri quhen bashkitë e tjera, formulime ndryshme kështu me radhë. E rëndësishme që Kosova përfundoi një ditë të votimeve duke respektuar standardet më të larta demokratike, duke dhënë njëkohësisht shembullin e një vendi që mbron, siguron, garanton integritetin e votës së lirë. Këtu natyrisht përjashtojmë ndërhyrjen direkte, brutale që bëri Serbia tek serbët e Kosovës, duke u përfshirë me gjithë infrastrukturën e zotime, premtimeve në një segment korruptiv dhe rrjedhimisht duke e deformuar votën. Asnjë reagim nuk pati nga ana e Bashkimit Evropian, mbylli sy së paku deri tash BE, nuk reagoi për ndërhyrjen që bëri Serbia duke deformuar votën e lirë të kosovarëve, pavarësisht se kush janë ata, në rastin konkret të serbëve të Kosovës. Cili është problemi që mund të ketë Kosova me një entitet politik që quhet Lista Serbe, përsa kohë që ajo braktisi vite më parë institucionet e Kosovës, tani mori pjesë në zgjedhje lokale me një inkurajim të pamas të mbështetur nga Serbia e Vučićit, e autokratit Vučić. Cila do të jetë Kosova politike? Sa mund të ketë problem Kosova me këtë listë, me një nevojë, mbase që kjo listë do ta ketë për treguar një lloj heroizmi, një lloj nacionalizmi në raport me Kosovën. E sot me kam ftuar për të analizuar kryekëput këtë temë, analistin e njohur Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kresirit, bashkëfizotojmë këtë temë shumë sensitive. Kosova ndodhet në proces numërimi, nuk ka kontestim të rezultatit zgjedhor nga askush, me gjitha ato probleme teknike gati të papërfillshme në bilancin e madh. Por shqetësuese është si Serbia ndërhyu në këtë zgjedhje. Kasolli duke deformuar, duke mos e lejuar një votë të lirë të kosovarëve serb në këtë zgjedhje. Ç'të për ju kjo? Po ridhnë edhe dje, në fund të diskutimit që patëm, do thotë e ngritëm një farë mënyrë këtë alarm, e që jam i bindur që do të na shoqëroj tash gjatë ditëve në vijim, nëse standardet demokratike u plotësuan në pjesën shqiptare, problemet ishin evidente në pjesën serbe, dhe ato kanë filluar që prej vjeshtës, do thotë, kur e ashtëquajtur azyre për Kosovën dhe Metoi, e drejtuar nga Petković, filloi të shtoj ndihma sociale, asistentën sociale për serbët e Kosovës, premtimet megalomane të presidentit serb Aleksandar Vučić për punësime të reja, sidomos në sektorin e shëndetësisë, që ishin një lloj korruptimi i vullnetit politik të serbëve të Kosovës, dhe pasoja e drejt për drejt që e krijon është qëllimi i monopolizimit të jetës politike të serbëve të Kosovës, të drejtuar nga Lista Serbe, dhe vrasja e pluralizmit demokratik brenda këtij komuniteti që i cënon në faza afaqate interesat e shtetit të Kosovës. Është befasuese, do thotë, heshtja një farë mënyre, toleranca ta quajmë, është një lloj tolerance e bashkësisë ndërkombëtare e Brukselit zyrtar, ka reagime individuale që kanë shprehur shqetësim, mirë pas një masë konkrete, reagime të vetëm formale, derisa nuk kërkohen në një lloj penalizimi, në një lloj mase sanksionimi, sepse ndodhi, do thotë, ky deformim i vullnetit politik të serbëve të Kosovës, ndonse ka rënë pak. Edhe kjo duhet të ceket kur krahasohet me zgjedhjet e vitit 2021, kur kjo listë në shumicën prej komunave i kishte fituar mbi 90% të votave sa i përket këtij komuniteti, tashmë vende ka rënë deri në 70%, por ende e mban dominimin e plot brenda këtij komuniteti. Dhe ajo që isha duke thënë, do thotë, kjo është e çuditshme, befasuese toleranca e bashkësisë ndërkombëtare, duke mos ndërmarrë asnjë veprim përkundër adresimit që i bëri, do thotë, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, që ngriti alarmin për këtë lloj sjellje abuzive ndaj brenda territorit të Kosovës. Ashtu arsyet mund të jenë të ndryshme, do thotë, kemi një lloj mbase mirëkuptimi për pozicionin e Aleksandar Vučićit në Serbi për shkak sfidave të brendshme që i ka, protestat masive të qytetarëve, presionet për sanksionimin ndërkombëtar të rafinerisë të kompanisë e naftës në Serbi për shkak të lidhjeve me Rusin, dhe që të paktën të krijohet një lloj përshtypje që megjithatë politikat e tij po kanë një lloj përfitimi
atëherë nëse jo brenda në Serbi, të paktën në Kosovë, dihet që Kosova mbetet vazhdimisht ushqim për retorikën nacionaliste serbe. Pra duhet ta paguajë Kosova, demokracia e shtetit të Kosovës tagrin e këtyre lojrave politike. Kjo është një temë tjetër. Në anën tjetër edhe investimi i shtetit Kosovë, dhe kjo që është tash më shqetësuese, Kosova ka bërë një investim të madh sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti që ta çliroj komunitetin serb nga ndikimi i listës serbeve për shkak të lidhjeve që ka me Serbinë. Mos përmendim gjithë ato që ka ndodhur prej vitit 2022 kur pjesëtarë të kësaj partie politike u tërhoqën nga institucionet, ne i dim çka është prodhuar në Kosovë, zgjedhjet, referendumi e tjera, do të tërheqja nga institucionet të sigurisë, nga gjyqësori, duke i lënë vendet vakante që në masë shumë të madhe i kanë nxjerrë këtë lashe serioze Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare. Tër këto të lashe ishin justifikuar me këtë intencë ma sublime se po ndodh çlirimi i vullnetit politik të serbëve të Kosovës, por nuk ndodhe. Betejë ndërmjet Kurtit dhe Vučićit se kush do ta kontrollojë këtë vullnet politik, në fund fatkeqësisht rezultoi me fitoren elektorale të Vučićit me tolerimin, po them, të bashkësisë ndërkombëtare kundër kryeministit Kurti. Dhe kjo është shënon një goditje, do të thotë mos të madhe për politikat e qeverisë së Kurtit, jo gjithmonë me fajin e tij, mirë kuptohemi këtu, jo gjithmonë pse ai është fajtori kryesor pse ndodhi kjo, mirë po që paraqesi një sfidë serioze të sigurisë për shtetin e Kosovës. Premtimi kryesor për ta përmbyllur këtë pjesë, premtimi kryesor i shumicës së atyre që i kanë fituar pozitat ka qenë se pasi ti marrin drejtimin e komunave do të jetë anulimi shumë prej vendimeve që janë marrë nga kryetarët e deritanishëm shqiptar që i kanë drejtuar sidomos komunat në pjesën veriore, 4 komunat e liora. Dim është kriju bordi përbashkë për Mitrovicën, hapja e 2 urave, hapja e 2 urave të reja që i lidh 2 qytetet. Do janë shumë e mos flasim për mbylljen e shumë strukturave paralele të cilat ata janë zotuar se do të anulojnë. Dhe besorit në këtë drejtim do të na sjellin të lashët mëdha dhe nuk do di si do të reagojë shteti i Kosovës, do të thotë a mund shteti i Kosovës që në përpjekje për ta rimbajt sovranizimin e tij në pjesën veriore që të shmang tensionet me këtë komunitet dhe përjedhoj edhe tensionet me bashkësinë ndërkombëtare. Nëse realisht ndodhin agravohen tensionet e këtilla, atëherë unë parashoh ditë jo të mira për shtetin e Kosovës. Është me rëndësi që Kosova të mos bie prej e këtij kurthi i cili po i gatuhet në sa i përket zhvillimeve të ardhshme. Dhe gjithë ky ankth, gjithë këto shqetësime mbesa ajo që kemi bashkëbiseduar edhe djeve që do ta shoqërojnë i bëjnë thujse irrelevante kompeticionin elektoral që ka ndodhur në këtë pjesën, sepse kjo do të jetë një sfidë në përgjithësi për shtetin e Kosovës, nuk do të jetë sfidë vetëm për një parti politike të qartësohemi këtu një herë për gjithmonë. Kasole, Ursula von der Leyen ishte në Tiranë, një forum të rëndësishëm rajonal që mblodhi këtë shtetësh në kuadër të një përpjekje që Tirana po shihet si kryeqendër që po mban gjallë orfatjen serioze për integrim në bashkimin evropian. Së bashku me Malin e Zi që po. Së bashku me Malin e Zi. BE-ja është në mbështetje të një diskursi që çon përpara integrimin evropian, është e pasaktë të thuhet që BE mbështet një diskurs që çon ka skalimi, ka retorika nacionaliste, nuk e kam të por që mbështet BE, që mbështet Aleksandar Vučić, që mbështet BE, Aleksandar Vučić mbase për një kauzë që atë ta mboj më afër. Afër xhirit të saj në një përpjekje përeptuese që Serbinë një ditë, si më thënë, ta shon xhirin e saj. Xhirin e saj, duke mos reaguar ta zënë për ndërhyrjet që bën Serbia në Kosovë e tjera. Si mund të shihet gjithë kjo situatë? Unë e di që kjo mund të kryejë keq kuptime, por bilëm shpeshherë që shmangi keq kuptimet. Në raste të caktuara BE-ja ka drejt pse mbështet Aleksandar Vučićin. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me zhvillimet në Kosovë, jo në korris të shtetit të Kosovës, por edhe për shkak të shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në Serbi. Ne kemi parë një BE totalisht të heshtër edhe sa i përket solidaritetit me protestuesit në Serbi.
Absolutisht, do të thotë BE-ja nuk e ka thënë në mënyrë eksplicite, po është por qartë që ka anon më tepër nga stabiliteti i regjimit aktual në Serbi sesa nga protestuesit. Mirë po, arsyet janë më të gjera këto, arsyet janë geopolitike, do të thoja, për shkak sepse problemi i brendshëm i demokratizimit i Serbisë është problemi i serbëve, nuk është problemi i Bashkimit Evropian. Për aq kohë sa ata që po protestojnë, për aq kohë sa ata që po e shfaqin veten si alternativë ndaj Aleksandar Vučićit, nuk japin ndonjë sinjal se do të jenë më të mirë se Aleksandar Vučići sa i përket stabilitetit rajonal. BE-ja nuk ka arsye të shqetësohet dhe ne e dimë asnjëherë edhe Bashkia Ndërkombëtare kur intervenon rrit, ka të bëjë më tepër që lidhet me politikat e stabilitetit rajonal, jo me zhvillimet e mbrojtësve. Gjithë na kujtohet vitin 95 kur Miloševići e kishte nënshkruar marrëveshjen e Daytonit. Ajo pasi faktor stabilitetin rajon. Kur reagoi Bashkia Ndërkombëtare? Kur u po qartë që ai nuk është disiplinuar politikisht dhe mund të shndrohet në burim të destabilitetit rajonal për shkak të menaxhimit të krizës në Kosovë. Edhe kjo është arsyeja pse unë shoh këtë lloj solidaritetit Bashkimit Evropian me Aleksandar Vučićin. Kjo është e di që keq kuptohet, e di që keq kuptohet para opinionit. Dëshiroj ta marr perspektivën tuaj. Sipas bindjes time, analizës mbi një proces që nuk reduktohet veç me demokratizimin e proceseve. Por me një projekt strategjik që lidhet me arkitekturën e stabilitetit edhe paqes në rajon të sigurisë. Edhe kjo është rreziku që në kohën e fundit që fatkeqësisht Kosova po penalizohet ndërkombëtarisht si një faktor i cili nuk i kontribon stabilitetit rajonal, ndërkohë mungojnë kritikat e këtilla ndaj Serbisë. Këtu është nëse ne humbim këtë betejë, nëse ne fillojmë të shihemi ndërkombëtarisht se jemi faktor jo stabil, nëse jemi faktor që shteti i Kosovës është në burim i tensioneve rajonale, kjo është një rrezik shumë i madh që i kanoset shtetit të Kosovës. Asnjëherë proceset demokratizimit e brendshme të shoqërive nuk janë shqetësim për Bashkinë Ndërkombëtare. Në momentin kur sjelljet e atyre shteteve, do thotë fillojnë të shihen si kërcënim për një rend më gjë, atëherë intervenon Bashkia Ndërkombëtare, që ndërpreva arsyetimin duke e marrë. Në momentin kur Bashkia Ndërkombëtare u bën se Miloševići po e kërcënon Shqipërinë, Maqedoninë, me vlugun e refugjatëve nga Kosova, duke i vazhdu politikat e spastrimit etnik ndaj shqiptarëve, si kishte bërë në Bosnjë, atëherë është nevoja e intervenimit ndërkombëtar. Kështu që këtu duhet ta kemi parasysh, duhet ta kemi të qartë, për aq kohë sa opozita në Serbi nuk dërgon sinjal që do të jetë më e avancuar, që do të jetë më e ndryshme, që do të jetë më e përdorshme në kuptimin jo negativ të fjalës, po që do të jetë më kompatible me interesat e Brukselit për stabilitetin rajonal, Bashkimi Evropian nuk e ka kurfar të lashe të ruaj solidaritetin me një person që të paktën tashmë e njohin, kanë aranxhime të gjata, kanë bashkëpunime si në fushën ekonomike ashtu dhe në fushën politike. Dhe tash i ndodhet përballë këtyre presioneve, do të fatkeqësisht edhe për shkak të këtyre veprimeve, unë kam parë edhe këtë tolerancë të Brukselit në raport me intervenimet e tij në Kosovë, si një lloj shpërblimi që i bëhet Aleksandar Vučićit, si një lloj ushqimi për retorikën e tij në mënyrë që të ketë sukses më të madh kundër kundërshtarëve të tij që po ashtu kanë një retorikë edhe më ultranacionaliste se sa vetë kjo që është në pushtet. Këto janë arsyet që neve tash mund të na penalizojnë neve nëse nuk i lexojmë qartë, jo vetëm nga prizmi i interesave të ngushta, po nuk i lexojmë qartë këto zhvillime rajonale që mund të na fusin në një telashe të madhe, që edhe jemi në telashe të madhe, fundit këtyre ku ndodhet sot pozicioni i Kosovës sa i përket agjendës që problem kryesor, cili është nuk është që Kosova nuk ka sa i përket rule of law, sundimit të ligjit në pjesën shqiptare. Ktu ka marrë mirë njohje, por problemin kryesor aktualisht e ka vetëm me qytetarët serbë. Kasole, me gjithë se duket aktualisht dhe vërehet që Brukseli po mbyll një rëndësi duke toleruar autokratin Vučić që ndërhy të serbët në Kosovë që ta orientoj vullnetjen politik, siç bëri në zgjedhjet e 12 tetorit. A mendoni si do të shoh që Brukseli do ta toleroj autokratin Vučić që t'inkurajoj serbët në Kosovë përmes listës serbe, që shkaktoi eskalim? Po tash rrit këtu janë dy interpretime. Do ta toleroj, jo vetëm Brukseli, komuniteti ndërkombëtar, Quindi. Tash Quindi Bashkia Ndërkombëtare. Ata mbase që mbajnë ende në pushtet. Unë jam i bindur që Bashkia Ndërkombëtare është duke i parë
me dy lloj prizmi, me dy lloj syze, me dy lloj optikash duke parë këtë që po ndodh. Në njërin anë ata janë të kënaqur pse po rikthehen serbët në institucionet, sepse ne dimë, po respektohet legitimiteti. Ne gjithë jemi pajtuar që ish kryetarët, do thotë që tashmë e humbën mandatin, nëse kanë mund të jenë legal në aspektin kushtetues, nuk kanë qenë legjitim. Nuk ka kryetar me 50 vota, nuk ka kryetar me 20 vota, nuk ka kryetar me 100 vota. Ata nuk kanë qenë reflektim i legitimitetit qytetar në atë pjesë. U dëshmuan, do thotë, zgjedhjet e 12 tetorit e dëshmuan që secili prej tyre nuk arritën të marrin as ka 100 vota. Dhe këtë temë ka qenë një lloj presioni mbi Kosovën, mas madhe, do thotë, edhe mos suspendimi i masave sanksionuese ndaj Kosovës, pavarësisht që nuk është thënë hapur, realisht ka qenë i lidhur me këtë temë, me presionin mbi Kosovën që t'japin dorëheqje kryetarët shqiptar, cilët nuk pranuan t'japin dorëheqje për arsye të brendshme administrative e tjera. Në këtë hetim Bashkia Ndërkombëtare rikthimin e serbëve në institucione qendrore, të paktën pjesën politike, sa ajo e sigurisë dhe gjyqësorit kërkon tjera procedura, po të paktën sa i përket përfasimit të qytetarëve. Një shans për një Kosovë. E shesin një shans, por tash nëse e shohim retorikën e atyre që po rikthehen, retorika e tyre natyrisht që është agresive ndaj shtetit të Kosovës. Ata nuk deklaruan që po rikthehen për të shfrytzuar drejtat dhe mundësitë që ja vjepsh Kosova, por për ta çliruar veriun nga regjimi i Kurtit e tjerë. Vjen me njëre, dhe tash unë jam i friksuar me masa që ata do t'i ndërmorin. Ka rrezik që... A mendon Kosovë që Brukseli do të mbyll syt nëse Vučić organizon nëpërmjet këtyre 4 kryetarëve në veri, çdo skalim situate, çdo përpjekje, çdo armatje për ta godit ranin kushtetues të Kosovës, komuniteti ndërkombëtar nuk e le as zotin Kurti për sa kohë që ishte në detyrën e tij si kryeministër. Tash rridun nuk e di se pako janë dy sinjale që ka dhënë Bashkia Ndërkombëtare. A mund mbyll komiteti ndërkombëtar në Severio? Po, ndërsa është me rëndësi përballet me një organizim të 4 kryetarëve, për shembull ta zëm që të njëjtit ta shpallin një anshëm asociacionin e komunave që të bëjnë parlamentet tyre. A mund të mbyll syt komuniteti ndërkombëtar? Tash kjo varet edhe sa i përket sjelljeve dhe gatishmërisë së Prishtinës zyrtare. Pajtona se si do të sillet Prishtina zyrtare në raport me rëndësi që ta shmong mundësinë që të atakohet si përgjese për tensionet eventuale që mund të krijohen pjesën veriore. Larg asaj, nuk them që Bashkia Ndërkombëtare do të jetë tolerante nëse ata tentojnë për shembull që ne kemi parë, do thotë, edhe gjatë protestave kur organizuan hordit nacionaliste serbe, kemi parë agimin shumë tash për të KFOR-it. Bashkërisht në studio televizive vret një kolonel, nuk di tash po nuk di sa gradës ushtarake që e ka pas, por ku i drejtohet njërit prej përfaqësuesve të lisës serbe, që nëse vazhdoni me këto praktika ju do të keni personalisht punë me mua. Jo me as me Albin Kurtin, as me policinë e Kosovës, as me policinë e Kosovës, as me Albin Kurtin do të keni ballafaqim të drejt për drejt me mua. Nuk besoj që Bashkia Ndërkombëtare do ta tolerojë ndonjë nëse janë ekskluzivisht përgjes serbët e Kosovës që kemi parë edhe në mbështetjen që i ka dhënë Kosovës sa i përket intervenimit paramilitar me 24 shtator, asistimin e tyre edhe mbi sulmin mbi infrastrukturën kritike. Janë iluzione këto, janë që Bashkia Ndërkombëtare me çdo kusht janë iluzione, janë vetëm që mund përdoren për përfitime të brendshme, por që të thuhet se Bashkia Ndërkombëtare me çdo kusht tenton e angazhohet që në korrist plot të Kosovës t'i akomodoj interesat e Serbisë. Domthonë praktika ka treguar që kanë qenë në mbështetje, praktika disa herë ka treguar që kanë qenë në mbështetje të plot të autoriteteve ligjvatuese të Kosovës, të policisë së Kosovës. Por keqësimi i tyre është që vetëm Prishtina të mos dërgoj sinjale politike se po i persekuton të drejtat kolektive të serbëve të Kosovës. Dhe këtë duhet Prishtina ta shmong me delikatesë. Ta ruaj do ta shmong. A mendon që Vučić do të bllokohet, do të stopohet në rastin e parë që orvatet? Unë jam i bindur. Destabilitet nëpërmjet 4 kryetarëve në veri, duket se nuk paqen dhe sigurin. Unë jam i bindur, sepse siç e thash. Unë jam i bindur sepse siç e thash edhe më herët, edhe mirëkuptimi për Aleksandr Vučićin i Bashkisë Ndërkombëtare
ka të bëjë me faktin se pikërisht ai ende shihet në Serbi si faktori më i dobishëm për projekcionet rajonale të stabilitetit të geopolitik. Do të arsyeja pse sot opozita në Serbi, ata që do protestojnë, nuk kanë arritur ta dërgojnë mesazhin tek Brukseli dhe tek Washingtoni se po ashtu janë më atraktiv për ta, pikërisht për këto politika rajonale, e bën bashkinë ndërkombëtare që të ketë marrëdhënie më specifike me Aleksandar Vučićin. Do thotë, kjo është arsyeja kryesore, do të investimi i tyre kryesor Vučićin ka të bëjë me stabilitetin rajonal. Dhe nëse qartë vrehet që i njëjti, sepse ne e pam edhe Bosnjë, çka mundi të bëj? Asnjë gjë. Asnjë gjë. Më po, ti mbështetja retorike ndëgjoj. Do të kesh duke numëruar ditët. Po ditët me rit, ai mbështetja nga Beogradi e transmetonte mesazhe për Dodikun që do të jenë të pashkputshëm, ai do ta ketë mbështetjen e plotë të Beogradit. Mesazhi dha Bosnja është e pandar. Ndëgjoj. Çka arriti të krijojë? Ajo që është arritur në Bosnjë tjetër është disfunksionaliteti i shtetit me marrëveshjen e Daytonit e me kjo është temë tjetër, mirë po pretendimet separatiste do thotë apo përpjekja e Dodikut që shpallet një lloj monarko që nuk jep llogari ndaj asnjë instance dështoj. Po i nështrohet administratorit ndërkombëtar në këtë drejtim. Kështu që unë prapë them që nëse Vučići tenton do thotë që apo detektohet apo vlerësohet që është përzierësi kryesor i tensioneve rajonale, atij do t'i tërhiqet vëmendja do t'i tërhiqet vëmendja në këtë drejtim. Prandaj është shumë me rëndësi që Kosova të ruaj do thotë qetësinë, mos bi prej e provokimeve që nuk do të mungojnë në atë pjesë për përfitimin, nëse ato mund të krijojnë përfitime momentale elektorale, për prapë them cilat janë fitoret afatgjatë të shtetit të Kosovës në këtë drejtim. E thash shumë sa Kasolli, ardha e kryetarëve të ri në 4 komunat në pjesën veriore të Republikës Kosovës, po shihet që një përpjekje për ta përmbys kursin e zotit Kurti si kryeministër në veri, për ta risovranizuar veriun. Po ajo është gabimi, me këtë gjuhë është gabimi edhe Kurti që e ka përdorur duke u ushqyer. Kurti që i ka ushqyer me këtë gjuhë shohin veten si heroj të rëndësishëm për ta kthyer dinjitetin e serbëve dhe të Serbisë objektivisht mbi veriun e shtetit të Kosovës. Kosova ka solli pagoi një çmim ende është duke çmimin që Kosova është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. SBA ndërprer një dialog planifikuar strategjik me vendin tonë i menduar që të nisë mbase në fund këtij viti apo në fillim të vitit tjetër, një instrument shumë i rëndësishëm. Kosova është thjesht në masa penalizuese, ndëshkuese për shkak të mos flasim për bllokada të tjera, retorikës dhe veprimeve e kursit politik direkt të zotit Kurti, që po e vënë në pikpyetje në luhatje gjithë arkitekturën e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe ky kurs sa mendoni se i ka dhënë leksion direkt zotit Kurti edhe në këto zgjedhje që përfunduan, që të mos bie mbase nën grackat, nën kurthet që mund shtrojnë kryetarët e veriut, kryetarët e 4 komunave të veriut për ndërtuar ato simbolikat heroike atje kështu me radhë. Po unë e para besoj që sa mund ta sjell Kosovën në një grindje. Unë besoj e para, do thotë e para, mësimi i parë që duhet ta marrë Kurti është që ka dështuar ta fitojë lojalitetin politik të serbëve të Kosovës, që është kusht i domosdoshëm për të konsideruar i suksesshëm projekti i tij. Nuk mund konsiderohet i suksesshëm projekti i tij vetëm me prezencën e forcave politike, ndonë që janë të domosdoshme për garantimin e sigurisë fizike, mirë po pa fitimin e lojalitetit politik të serbëve të Kosovës. Nëse ai e ka marrë është ndërgjegjësu që këto veprime nuk kanë rezultuar në raport me qëllimet e proklamuara, me synimet e proklamuara, unë besoj që atëherë do ta ndroj kursin. Nëse vazhdon do thotë me këtë qasje, që ka rrezik për shembull çka nëse nesër i dërgon përsëri njësitë speciale për ta mbrojtur po, i dërgon përsëri njësitë speciale për ta mbrojtur sovranitetin, siç pretendon kryeministri Kurti në pjesën veriore. Përsëri të gjenerohen tensione në atë pjesë. Përsëri, kjo do të ketë pasoja fatale. Shto faktin
edhe me përpjekjet që u bën e para në KQZ fillimisht për ta delegitimuar dhe certifikuar dhe atë që një votim tejet problematik. Për mendimin tim tash, gjykimin final juridik do ta jap besoj gjykata kushtetuese, mirë po që për një votim problematik në kuvendin e Kosovës, ku si përfaqësues i komunitetit serb nuk u votua ai i cili ishte i propozuar nga lista serbe, por kandidati i propozuar nga Dimal Basha. Kandidati i cili u propozuar nga Dimal Basha nuk e muri asnjë vot të përfaqësuesve të komunitetit serb, por u votua i mori votat e shumicës shqiptare. Çfarë kuptimi tash? Kjo na nxjerr para një dileme të madhe juridike edhe politike. Në momentin kur dikujt ja njohëm të drejtën për propozim, ajo e drejtë që mirëfilli ai të jetë i përfaqësuar në një institucion të caktuar, apo ajo është vetëm formale dhe rëndësi të madhe ka votimi i shumicës. Dhe tash, kjo është dilema, sprova kryesore që do të ballafaqohemi dëgjoj. Apo konsiderojmë në fund. Kjo është, mendoj, sprova kryesore me cilën sa të kalon që kjo allakome, Kosova ka më përballë me këtë dilemë juridike. Nuk lejon bashkia ndërkombëtare, nuk lejon komunitetin ndërkombëtar që dhe tash aktualisht bëjnë normatje heroike. Aktualisht. Edhe kjo, do thotë edhe kjo dhe ato që pritet të ndodhin në veri i kontribuojnë fatkeqësisht këtij kursi, se grindja apo është fatkeqësisht ne sot aktualisht do thotë presioni politik është mbi Prishtinën që me truqet e saj administrative po ja pamundson reprezentimin e mirëfillt politik dhe institucional komunitetit serb. Në këtë klim, brenda këtij vlerësimi ndërkombëtar, në këtë klim, brenda këtij vlerësimi ndërkombëtar, nëse vjen duke u gjeneruar edhe më tepër tensionet ndëretnike në pjesën veriore, unë friksohem që pasojat do të jenë gjithnjë më fatale për shtetin e Kosovës. Kemi një kuvend ku shumica e qytetarëve serb për partinë të cilën kanë votuar nuk e kanë në kryetarin e saj. Nuk e ka. Praktikisht komuniteti serb sot nuk është i përfaqësuar. Nuk ka solli profesion me kompetenca. Ç'është në kryetari? Është një simbolik nëse mund ta them reprezentative. Një komuniteti të caktuar. Por jo që ai ka votën të diktoj për orarin, për absolutisht jo. Ajo është vetëm manifestim simbolik. Ajo është vetëm manifestim. Jeta vdekje për Kosovën. Ajo është vetëm është kurs thjesht qafje. Ajo është vetëm një ne sot mos harronit, cila është arsyeja kuvendi tashmë konsiderohet i konstituar juridikisht. A kemi parë ndonjë përshëndetje ose ndonjë urim nga bashkia ndërkombëtare? Heshtje plot është. Ata janë vetëm pritje të kalimit kësaj allakome që ka të bëjë me zgjedhjet lokale, sepse unë jam i bindur që të njëjtit nuk do ta toleroj. Dëgjoj, jam i bindur që nuk do ta. Dhe tash Kosova mund ndodhet ndërmjet dy presioneve. Mund një e para që po orvatet ta minoj funksionalizimin e komunave në nivel lokal, nëse ndodh kjo, pra po thamë hipotetike se nuk e di unë cila do të jenë sjelljet e Prishtinës. Një që po munduohet ta minoj dhe e tjetra që tashmë e ka minuar përfaqësimin në nivelin qendror. Me këto dy goditje, do të vetëm do të përfitohet gjithnjë më shumë, do të krijohet gjithnjë më shumë imazhin ndërkombëtar i Kosovës që nuk po sillet konform e para obligimeve dhe premtimeve që ka marrë para bashkisë ndërkombëtare se si do t'i trajtoj komunitetet. E marrë me një shembull, më fal që po ndërtoj. Këtë simbolika që i përmend edhe merri, se si ato mund të trashen, mund të bëhen të mëdha, mund të çojnë te grindja tek një kurs konfrontues, se si ato mund ta përfshijmë komunitetin ndërkombëtar. Një kryetar komune vendos ta heq fotografinë e presidentës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani nga aty, dhe vendos foton e presidentit Serbisë. Edhe për një foto mund bëhet hataja. Mund bëhet. Nëse padyshim mund bëhet hataja nëse shkohet me njësi speciale. Është interes i Kosovës. Për mendimin tim jo. Absolutisht jo. Për mendimin tim Kosova duhet me çdo kusht ta shmang imazhin e saj si shtet i cili nuk po sillet konform detyrimeve që ka marrë tash. Mund të jenë edhe arsyetimet se këtu po dënohet simbolikisht Republika e Kosovës, mund të jenë edhe këto arsyetime, por unë prapë mendoj që këto raporte
këto tensione që mund krijon është më e udhës të zgjidhen nëpërmjet procesit politik, sepse vetëm nëpërmjet intervenimit militar, vetëm sa do të vinë duke u trashur. Intervenimit militar, jo në kuptimin e ushtrisë, mos keq kuptohet kjo Ati është shprehje. policia e Kosovës në gjithë veriun që ka tani lëvizje të lirë, shumë më të mirë, duk shumë më të mirë, sa që ishte më herët, kjo nuk do në diskutim, e vërteta kjo. Ka polici, por tani këto zgjedhjet treguan që Prishtina, si që tha dhe vetë, humbi betejën me Beogradin Vullnetim politik. për të bindur popullin e saj që drejtimi duhet. Po ndëgjoj, po të mos ishte kështu, po arsyeja ndëgjoj, po të mos ishte kështu, viste ta ndërprej. Dhe si më thënë, legitimiteti civil, bindja civile është më rëndësi, është komponentë rëndësishme sovraniteti. Ta mund të thuhet që Kosova mjaftohet për ta shtrit sovranitetin duke pas prezent vetëm policinë në veri, vetëm institucionet ligjzbatuese ato që janë Kosovë. E nuk e ke vullnetin politik. Nuk e vullnetin politik, ke mosbindje civile. Po kjo është shumë e thjeshtë, beso po e kanë komplikuar me. Jo, ta sharojmë. Arsyeja themelore, arsyeja kryesore. Pse Kosova ka hyrë në dialog me Beogradin, jo me serbët e veriut. Sepse po të ishte kështu, dialogu do zhvillohej vetëm me serbët e veriut. Pse kryeministri Kurti ka dështuar të realizojë premtimin e tij kryesor se do zhvillojë dialog nga poshtë lart. Pse do të rrimë? Përkundër që kret investimi i tij politik, kret investimi i tij retorik, ka qenë që nuk do të shkojë në negociata me Serbinë në Bruksel. Do të bisedojë me Serbë. Cila është arsyeja? Sepse përfitimi i vullnetit politik të tyre nuk mund bëhet pa kaluar nëpërmjet një marrëveshje për normalizim me Serbinë. Kjo është skema e madhe mbi cilën është ndërtuar krejt procesi afatgjatë i stabilizimit të raporteve ndërmjet dy vendeve. Tashmë kjo definitivisht, edhe zgjedhjet e fundit, definitivisht e kanë trasu mesazhin, e kanë përçuar mesazhin që rruga e vetme për kriju një stabilitet të mirëfillt të mbrëmshëm me serbët e Kosovës kalon nga marrëveshja politike për normalizim. Tash tema përsëri do të zhvendoset në dialogu. Përsëri do të zhvendoset në dialog. Dhe këtu Kosova duhet të jetë koshiente. Nuk mund ta zgjidhë problemin, prapë tha, mundet me qunë njësi speciale, mundet me marrë edhe një kryetar me nxjerr prej zyreve të saj. Mundet edhe një veprim tjetër me po përsëri nuk do të zgjidhet problemi, me serbët vetëm nëpërmjet këtyre masave. Përkundrazi, vetëm këto masa sa do t'i shtojnë kriteret politike që të t'i përgatit bashkësia ndërkombëtare në mënyrë që të jetë më i sigurt se mbrohen dhe akomodohen të drejtat e serbëve në Kosovë. Që këtë dialogu që zhvillohet për normalizimin, zhvillohet për serbët e Kosovës, nuk zhvillohet për qytetarë turq. Edhe arsyetim, dëgjoj. Edhe arsyetimet e qeverisë, arsyetimet banale, ne nuk kemi problem me komunitetin bosnjake, nuk kemi problem me komunitetin turk në Mamushta, vetëm arsyetime banale sa për të hedhë sy para opinionit publik. Në dhënë parodi sepse ne dim cili është thelbi i konfliktit, cili është arsyeja madhore e konfliktit me ndërtu paqen me Serbinë. Me Serbinë, sepse ti ke qenë, shkutja ka ndodhur nga Serbia, nuk ka ndodhur nga Bosna apo nga ndonjë shtet tjetër. Zgjedhjet e Kosovës treguan qartë bilancin. Në veri ka sundim ligji, ka prezencë në institucionet sigurisë, por ka kolektivisht mosbindje civile ndaj institucionet të Kosovës. Apo? Kjo është një serbët kolektivisht ju nështruan një inxhinieringu politik të konstruktuar nga Vučić atje për të mbështetur masovikisht ligjin serbe, edhe në ato turmat e organizuara që pam se bas mund të shkelin dhe ligjin mbi zgjedhjet të Kosovës. Po kjo është edhe arsyeja. Mosbindja civile u konstatu. Nuk ka diskutim. Se ka mosbindje civile, mund të konstatojmë që kemi sovranitetin e vendit, nëse ka mosbindje civile. Në planin demokratik jo. Planin demokratik. Shikoj, nuk po flas për Iranin, për vendet. Po kush përfillen këto detyrime. Në planin demokratik absolutisht sovraniteti do thotë mungon për aq kosa vullneti politik e atyre qytetarëve nuk është konform synimeve tona të projektuara. Dhe kjo është arsyeja pse e bën relevant Vučićin në këtë drejtim para bashkësisë ndërkombëtare, sepse ne jemi në një proces si thash të normalizimit me të marrëdhënieve me Serbinë dhe është
pikërisht opozita që nuk ka dhënë asnjë sinjal tjetër në Serbi, edhe ata që po protestojnë, madje kanë retorikë edhe më të ashpër se sa Vučići. Shansi Vučićit do kë. Po shansi Vučićit është kjo. Kjo është arsyeja pse tash edhe këto veprime antidemokratike që kanë ndodhur te komuniteti serb tolerohen nga bashkësia ndërkombëtare për hir të përfitimeve të Vučićit, sepse ai po shihet si partneri kryesor që në fund duhet të çojë edhe në normalizim të raporteve, me Kosovën e që të mund mos kemi të lashe të këtilla. Kjo është arsyeja pra po them që ne duhet të dimë si të sillemi brenda kësaj skeme të komplikuar që ta shmonim në përgjegjësinë politike që të mos, sepse qëllimi kryesor pajtona, qëllimi kryesor i Serbisë nuk është normalizimi i marrëdhënieve. Qëllimi kryesor i Serbisë ta moj Kosovën qëllimi kryesor sot i Serbisë është krijimi i një imazhi ndërkombëtar për shtetin e Kosovës si një shtet i cili nuk është korrekt në raport me minoritetet, në raport me minoritetin. Shkel drejtat e tyre. Shkel drejtat e tyre. Kjo është fitoria më e madhe. Dhe nuk është që nuk e ka arritur për këtë, po është në sanksione. Për këtë retorik, për këto veprime Kosova SBA ndali pezulloj dialogun strategjik me Kosovën. Kjo është njëna prej fitoreve më të mundshme. Mund ta marginalizojë. Ndëgjoj, tjetër është kjo është njëna prej fitoreve më të mundshme që do të mund ta përfitonte Serbia, krijimi i këtij imazhi ndërkombëtar për Kosovën si një shtet i cili ka lindur nga ideja e respektimit të drejtave të njerëzit dhe në fund të rezultojë i vlerësuar ndërkombëtarisht, se çka mendoj mund dhe ti këto apo kupton me çka mendon në fund kryeministri Kurti para militantëve vet për me kënaq në përbime elektorale, kjo atë tjetër. Në fund gjykimin përfunditor do ta japin ata që kanë dhënë ata. Se si na shohin të tjerët dhe nëse përfitohet ky imazh për Kosovën, kjo është humbja më e madhe diplomatike që mund t'i ndodhë këtij shteti. Duket nuk e kanë marrë kjo qeveri që po kujdestaron ende zoti Kasolli. Nuk ka hequr dorë nga kjo retorik me idenë që janë të parët ata që shliruan e veri. Janë të parët ata që shtrinë sovranitetin. Kur janë pa. Dëgjori, dhe gjitha veprimet prapë thamë. 99-ën Serbia. Gjitha veprimet që ka gjitha veprimet që ka bërë shteti i Kosovës në kalumen ka qenë vetëm se si bindet bashkësia ndërkombëtare që nuk ka asnjë qëllim represiv ndaj komunitetit. Era ajo kur kryeministri tjetër është tash për që keq përdoret. Edhe letra e kryeministrit ish kryeministri Thaçi ndaj ish sekretarit të NATO-s që ne nuk kemi qëllime pa NATO-n të kalojmë në pjesën veriore. Është në funksion të mirë koordinimit, të fitimit të mirë kuptimit të aleancës veriatlantike dhe partnerëve kryesor, se çdo gjë që do ta bëjmë bashkë sa i përket interesave afatgjate, se nuk kemi qëllime represive në atë pjesë. Gjithmonë Kosova, gjitha këto arritje që i ka në saj të këtij investimi, në saj të përpjekje, në saj të këtij aranzhmani që bashkësia ndërkombëtare përfundimisht të bindet që shteti i Kosovës është model dhe që nuk ka asnjë qëllim malicioz ndaj minoriteteve të saj. Dhe që qëndrojnë plotësisht formulimet e tyre që pavarësia Kosovës është një kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajon. Jera me kriju ushtrim. Po na nuk do ta dërgojmë ushtrim pa NATO-n. Po cili ka qenë qëllimi i këtij premtimi? Qëllimi i këtij premtimi ka qenë qëllimi është të shpjegoj para qytetarëve, tash nuk do mirë me atë. Qëllimi është i qartë, do thotë që vetëm të fitohet mirëkuptimi ndërkombëtar që as ushtria as asgjë ne nuk kemi plan ta keq përdorim për qëllime të ngushta politike pa bashkërëndim me komunitetin transatlantik. Ishte më rëndësi ky mesazh u çu nga gjithë kryeministrat të drejtashëm, mbas edhe të njëjtit paguani kosta për shkak të konstruktivitetit që përfaqësoi kursi i tyre, sjellja e tyre në raport me komunitetin ndërkombëtar, për bindur siç tha komunitetin ndërkombëtar se Kosova nuk ka orvatje represive ndaj drejtave të pakica për të minuar ato drejta të tjera, por sot kemi një bilanc tjetër objektivisht. Kasolli do doja në një horizont tjetër ta ashtrim bisedën në kuadër të kësaj. Presidenti Trump duket që po përfaqëson momente historike me përfshirjen e tij në lindjen e mesme me paqen
në pritje që të konsolidohet dhe më fort midis Izraelit Hamasit atje në Egjipt, në praninë e gjithë veneve kryesore të botës, edhe Turqisë natyrisht. Dhe duket që radhën do ta ketë Ukraina e Kosova nuk është një por shihet që Ballkani Perëndimor mund të përballet me një vendimarrje serioze të BE-s, mbase që me një vendimarrje politike ta përfshijë gjithë rajonin e BE, në mënyrë që të mos lej vrima për cenim stabilitetit, arkitekturës, sigurisë e kështu me radhë. Shihni se mund ndodh kjo lloj vendimarrje. Po ndëgjoni siç e the edhe më herët, do thotë nuk është që Bashkia Ndërkombëtare nuk po jep sinjale që është i interesuar. Ju referove vetë zonjës van der Leyen, do thotë fjalimit e saj në Shqipëri, mesazheve që Shqipëria dhe Mali tashmë janë në një proces të integrimit, janë një proces të pandalshëm drejt bashkimit dhe drejt integrimit në BE, e nuk ka kuptim atëherë këto shtete nëse integrohen do thotë mbesin tjerat. Mirë po, ne sidomos Kosova dhe Serbia janë peng, sepse kemi qartë tek në atë që kemi marrë si obligim për normalizim të marrëdhënieve, progresin e zbatimin e këtyre detyrimeve shkon paralelisht me agjendën integruese. Dhe Kosova këto vitet e fundit fatkeqësisht dhe mjerisht nuk ka bërë asnjë hap në drejtim të agjendës së integrimit evropian. Madje ka humbur disa shansa ideale siç kanë qenë ato. Pavarësisht se Këshilli i Evropës nuk është strukturë nuk është strukturë e BE-s, megjithatë antarësimi i saj do të avanconte dhe do ta konsolidonte në një pozicion krejt tjetër shtetin e Kosovës, sepse sa më tepër antarësimi në organizatat e këtilla, as më tepër konsolidohet legitimiteti ndërkombëtar i shtetit të Kosovës. Prandaj ne jemi peng të kësaj situate, tash e tëra do të mbaret se çfarë kohë, çfarë zhvillime do të marrin. Ata janë një vendimarrje politike, ka thonë, një vendimarrje befasishme politike, që pasë mund ta diktoj dhe presidenti Trump. Që ta gjejë një modus vivendi, si ta thëmë, një modus, një zgjidhje, që të bëjnë antarësimin e gjithë Ballkanit Perëndimor në BE në disa kushte që paraprake, pajtore. Në politikë, një vendimarrje befasishme, qa them, për ta hequr, për ta shmangur vakumin, gjithmonë të Rusisë, në politikë gjithçka është e mundur. Nuk i përjashtoj aranzhmonit të tilla, unë sot interpretoj procesin në bazë të kritereve që kanë. Ne, si shtet hala nuk po arrin të marrin fondet që ne kanë dhënë BE-ja. Për shkak vetë bllokimit që kemi bërë. Çon hallin kush nga solli? Jemi bini miliardë euro. Bini miliardë euro, domethënë sot pavarësisht presioneve ekonomike që ndodhin, sot Kosova nuk arrin të marrë edhe parat e gatshme për investimet që ka të ndara nga BE-ja me qëllim të pa u gajlu, fare. Kjo është e paspjegueshme, është absurde, nuk di njeriu si me interpretu këtë. Ndërkohë, skenar tillë nuk përjashtohen, sepse edhe ka ndodhur në kalumë, ne e dim, ne e dim. Pajtona, po jo, ka ndodhur në kalumë, ka ndodhur në shtete, ka ndodhur në shtete, dhe pse nuk i kanë plotësuar mirëfilli standardet e kërkuara nga vetë komuniteti transatlantik, BE-ja dhe NATO të jenë pranuar, për shkak se në një moment delikat historik kanë bajtur anën e këtij komuniteti. Dim rastin e Bullgarisë dhe të Rumanisë gjatë luftës në Kosovë, edhe të Hungarisë, me sa di unë, këto tri shtete kur janë ndaluar hapësirën ajrore e Rusisë për të dërguar trupa ushtarake në Kosovë. Dhe ajo është problemi pastaj nga komuniteti. Devotshmëria e tyre ndaj perëndimit u shpërblim me një procedurë të përshpejtuar të integrimit në këto struktura. Nëse rajoni bëhet gjallë nga retorika për kërcënim të stabilitetit ka solli, a mund ballafaqohemi, po them, me një vendimarrje që mund të prodhohet nga një koordinim Washingtonit me Bashkimin Evropian, me shtetet që me këto vende kemi zgjidhje. Po, nga një koordinim i përbashkët nuk i përjashtoj. Në BE dhe NATO në kushte të caktuara. Në kushte. Që të njëjtat të jenë të disiplinuara në përputhje me standardet që kërkojnë organizata multilaterale. Unë tash këtë nuk mund ta them me siguri plot, nuk përjashtohet si skenar hipotetik, duke marrë po referohen shembujve që kanë ndodhur në kaluarën, shtete që nuk i kanë plotësuar mirëfilli standardet që kërkohen nga komuniteti transatlantik, por janë pranuar në familjen e tyre për hir se në një moment të caktuar delikat historik kanë treguar devotshmëri ndaj interesave gjeopolitike ata aty rajoni. Dhe tash ajo prapë shihet se bëhet janë të interesuara, kanë interes primar stabilizimin në lindjen e mesme, arritja e paqes. Arritja e paqes është historike, do të thotë ndalja e asaj që
ndalja asaj që ka ndodhur në rripin e Gazës, sepse filloi të shndrohej në një lloj tronditje për ndërgjegjen e njerëzimit, për mbarë botën dhe vazhdimi më të thjeshëm i atyre operacioneve filloi në farmase ti kërcënonte edhe interesat afatgjate të SHBA-ve në linjët e mesme. Ky është mendimi, prapë tham, i një elite goxha serioze akademike që del nga vetë komuniteti hebraik, por që jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkatrimi i Hamasit, do thotë, shkatrimi i Hamasit filloi të përkthehej në shkatrim të Gazës. Dhe kjo më ishte e patolerueshme. Izraeli filloi ta përjetojë një izolim ndërkombëtar, përjashtohet nga shumë organizata, nga komuniteti sportive, kulturor, nga universitetet filloi një lloj suspendimi, interaksionit akademik ndërmjet universiteteve. Rreth antisemitizmi dhe ajo është më kryesore, nuk mund të menaxhoheshin sentimentet publike në botën arabe edhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse shihej si fajtori për shkak të raporteve dhe SHBA-t kanë interes jetik. SHBA-t kanë dy interesa strategjike në lindjet e mesme, që edhe kjo marrëveshje unë besoj derivon nga këto makrointeresa. E para është normal ta garantojë sigurinë e Izraelit, nuk bëjnë kompromise me shtëpit, siguria e Izraelit duhet të garantohet e panegociueshme, dhe e dyta që të mos lejohen që bota arabe të rrëshet në hegemoninë e aktorëve tjerë geopolitik si që janë Kina dhe Rusia. Dhe vazhdimi i kësaj krize e rrezikonte këtë skenar. Trump po mbështetet kolektivisht nga bota, kështu që këto janë dy objektiva ndërtimit të parë. Kështu që këto janë dy objektiva strategjike që metohen të ruhen në linjët mesme, aleanca e botës arabe me bashkëpunimi i ngushtë, partneriteti i botës arabe, që ato ta shohin SHBA-n si garantuesin kryesor të sigurisë së tyre, për shkak edhe ajo që ndodhi në Katar, ka dëmtuar në mas madhe këtë imazh, çfarë detyroi shpinë e bardhë, po ta detyronte Netanyahu të kërkonte falje publikisht. Teksa lexon në deklaratën përfaqësuesi i Katarit, po e shikonte apo e lexon pikë për pikë. Pikë për pikë deklaratën. Këto janë dy objektiva të mëdha që duhet të mirëmbahen, dhe unë jam i bindur që pavarësisht fragilitetit që mund të ketë kjo paqe, interesi më afatgjat është që të garantohet ajo, që të mirëmbahet ajo, për shkak një rrezik më të madh që mund t'i kanoset, sepse elitat politike dhe ekonomike të botës arabe mund të kenë sentimente, mund të jenë të afërta me SHBA-t, por nuk mund ta neglizhojnë sentimentin publik në opinion që gjenerohet kundër atyre pamjeve që i shohin. Izolimi nuk shihet në ndonjë moment që ka homogenizuar më shumë vendet e botës arabe në premtimin e madh se në fund po ndërtohet edhe Republika e Turqisë. Pacha në lindjen e me gjithë tensionet që ka sot Erdogan me Netanyahu në Izraelin për shkak të grindjeve nga distanca. Ose është vetmja shans. Do qoftë është Trump ai që po është vetmja shans i bëri bashkë gjithë planin, po është vetmja shans për ta shmang një rrezik më të madh, do thotë afatgjat është ajo që mbrojtja nga hegemonia iraniane. Kauzën e Trump, gjithë vendet e botës arabe, ai interesuar për paqe, për zhvillim, demokraci graduale, edhe në habitatin e tyre kulturor të trashëgimit. Unë e shoh si përpjekje të vazhdimit në këtë drejtim të synimeve gjeopolitike të administratës parë Trump, që pa të filluar me akordet abramaike, që pa të filluar me ato, mirë po që ringjallja e tyre u bë pamundër në këto rrethana për shkak të asaj që ndodhte në Gazë. Do të pajtimi arabo-izraelit shihet si garantuesi i vetëm, si mundësia e vetme për shmang rreziqe më të mëdha që mund t'i kanosen rajonit nga deportimi kinez, rus edhe iranian që e formojnë aksin e rezistencës. Doja një mision të veçantë për historikun e saj, si lindi, si u mirëmbajt, si u zhvillua, kush retorike zhvilloi, si vendet e botës arabe prodhuan fraksione radikale, duke kërcënuar pashtimisht duke mbajtur gjallë retorikën për zhdukin e Izraelit, si filluan luftrat, si humbën ato luftrat deri tash dhe si përfundoi me Gazën, ajo gjendje
E të mërshme dhe përfshirem së përsëri të SBA-ve, si humbi shansin për paqe, ish presidenti i autoritetit palestinez Yasser Arafat, si kishte refuzuar në momentet e fundit atë marrëveshje me Bill Clinton, e tjera, do të besoj, propozoj të apojmë një... Kjo do të një emision të veçantë, për trazimet që ka ndodhur rruga deri te paqja, rruga shumë e vështirë deri te paqja. Në trazimet që ka ndodhur në lindje. Po Kosovë, ku ti themi sot më në Kosovë, mbaruan zgjedhjet lokale e fundit fare. Që e fituesi këtyre zgjedhjeve, aty themi lëvizjet vetëvendose, aty themi PDK-s, aty themi LDK-s, aty themi AK-s, ku ti themi? Po dëgjoni, tash të gjitha ato që nga dje partia secila prej këtyre subjekteve politike po pretendon që ka fituar, mirë po numrat janë ata, kopor nuk jo. Sa i përket votave për kryetar komunave, realisht vetëvendosja prin për asamble. Nga zhvillimet e fundit po del që e Partia Demokratike e Kosovës, për ka prapakthim për kryetar të komunave. Këto dy subjekte janë ngarë më të madhe, mirë për në dy nivele të ndryshme të përfaqësimit. Dëshëm apo s'dëshëm ta pranojmë, vota lëvizja vetëvendosje nëse krahason tash në nivelin nacional. Ishte 150 diçka mijë vota e kishte për asamble, e kur krahasohen me gati 400.000 në nivelin nacional, ka kurjo shumë të madhe elektorale në këtë drejtim. Mirë po, në raport me parti tjera ka më shumë vota. Zgjedhje lokale. Zgjedhje lokale mund ta bëjnë edhe atë krahasim. Mund ta bëjnë edhe atë krahasim. Për ta rivalizuar me tjetrin. Vota për asamble, po shihet që ndokët ka Partia Demokratike e Kosovës më shumë. Partia Demokratike, ndërkohë vota për kryetar të komunave më shumë ka lëvizja vetëvendosje. Kjo flet për një fenomen interesant. Kjo flet për një fenomen interesant që reflektu, që kemi bashkëbisedu, që është reflektu sidomos edhe në Prishtinë. Ne kemi parë një paradoks që ka ndodhur në Prishtinë, një përpjekje të elitës drejtuese të PDK-s për ta portretizuar Urani Osmanin më të madh se dega e PDK-s, por çka ndodhi, çka treguan rezultatet, që PDK-ja duli e dyta për asamblenë, ndërkohë e treta për sa i përket kandidatit për kryetar komune. Tash po del që sikur PDK-ja ta kish pas një kryetar që është vetëm sa dega e partisë i madh, nuk ka nevojë të jetë më i madh, atëherë mbase sot do të ishte në balotazh. Nuk fitoi në Mitrovic dhe Prishtinë atë investim që bëri në mënyrë sistematike. Ka dallim, diskrepancë më ndërmjet votave për asamblenë dhe votave për kryetar në Mitrovic. Voti për kryetar komunash nuk fitoi po them në rrethin e parë. Ja në balotazh natyrisht, por në raport me investime, si që tha dhe dje që bëri zoti Kurti direkt duke emëruar 2 ministra. Prishtina dhe për mua e fokusu interesin jetik, rezultati nuk është inkurajues. Për mua Prishtina dhe Mitrovica janë dështime të... Nuk është inkurajues as për PDK-n, ta zëm që humbi Drena si një prej bastioneve të saj. Pavarësisht zoti Latrovsi thotë se është në PDK, por politikisht nuk ja qelluan. Ka qelloi aso të javë Gjiku në disa raste. Në disa raste. Kështu që është e vështirë të themi dikujt që kush humbi dhe kush... Unë nuk kam dona mirë, por nga ato që kam lexuar nga disa analistë, ata besoj që janë më të informuar sa i përket dinamikave të brendshme partijake, thuhet që thuajse të gjitha financat që i ka pas në dispozicion Partia Demokratike e Kosovës i ka orientuar në 2 pike, një në Prishtinë dhe tjetra në Drenas. Kjo dhe në këto 2 pika pse nuk pat rritje në sidomos në Prishtinë, rritje elektorale, rritje të mirë po në fund nuk u realizuan qëllimet për të cilat u bë gjithaj mobilizimi i madh politik. Rezultati është tjetër, në fund është tregues, është tjetër do thotë. Kështu që në këtë drejtim kjo mund të shihet si dështim i këtij subjekti politik, por edhe për Kurtin vlen një gjë. Ai ka votën në raport me zgjedhjet e vitit 2021. Për kryetar komunave vret një sukses, vret një ngritje, mirë po 2 pikat, po 2 pikat kryesore ku testohet drejt për drejt. Unë prapë insistoj që 2 pikat ku është testuar drejt për drejt. Vet Albin Kurti janë Prishtina dhe Mitrovica. Nuk është Kamenica. Nuk absolutisht ka të Kamenica. Po e kishte Kamenicën, sepse këto dyja, sepse edhe shtimin, sepse këto dyja ky ka
është kuadri i lidhur drejt për drejt me politikat e tij publike që ka kauzën e tij. Me kauzën e tij, me politikat e tij publike, është e vërtetë që kanë shkuar në balotazh. Mirë, po një qeveri e tillë me tonat pushtet, me tonat investim, me tonat mashineri, as do duhet të diskutojë tema e balotazhit. Po ku ti themi fitus ta? A ti themi themi Memri Krasniqit. Jo, unë mendoj, humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve, realisht është Partia Demokratike e Kosovës. Për atë që ka ndodhur për atë që ka ndodhur në Drenas, edhe për këtë që ka ndodhur edhe në qytetin e Prishtinës, në raport me investimin që kanë bërë me këto dy, sepse PDK-ja është fituese në Mitrovic, pavarësisht që ka shkuar në balotazh. Aty kemi pasur një ballafaqim të një trashëgimtari politik të Betri Hamzës, një trashëgimtari që deri dje nuk ishte shumë i njohur në nivel, i cili është konfrontuar me një mashineri të tonë, çfarë ka përfaqësuar lëvizja vetëvendosje dhe që siç e kam thënë dje dhe do të insistoj, që PDK-ja i ka ndihmuar lëvizjes vetëvendosje për suksesin elektoral në Mitrovic. Jo që i ka ndihmuar duke votuar drejt për drejt Memri Krasniqi e Orhan Ismaili, Abelar Tahiri duke shkuar duke votuar në Mitrovic për Faton Pecin, por me pasivitetin e tyre duke I ka dhënë shansa me pasivitetin e tyre kanë ndikuar që retorika e Albin Kurtit për Mitrovicën të jetë retorikë dominuese dhe të ofrojë dhe të krijojë një lloj shantazhi patriotik. Dëgjoj, dhe të kemi shërsim Memri dhe Urani po të dëgjoj, po ata le dekorajon gjykimi im është me pasivitetin e tyre 4 vjeçar duke I krijuar një terren të hapur Albin Kurtit. Se ata në KCZ dëshmuan që janë në hegemoninë e Albin Kurtit. E dëshmuan edhe me votimin. Po e dëshmuan edhe me votimin për kryetarin në Kuvendin e Kosovës. Absolutisht ata shkuan prapa qevës Albin Kurtit sa I përket kësaj retorike. Dhe tash Albin Kurti ka shku me këtë krye narracion në Mitrovic. Ka shku me këtë krye narracion. Do të me falendëru Memri Krasniqin e Urani që s'kan shkuar në Mitrovic. Ndëgjoj, unë sepse Tahiri nuk do ta kishte këtë rezultat. Ndëgjoj, jo vetëm që unë transmetova edhe një mesazh, sepse unë e pash tash përpjekjen e pas dështimit Drenas përpjekjen e të njëjtëve për të korrë ndonjë trofe me rezultatin e Mitrovic. Por nga këtu, me siguri plot I them, degës së PDK-s në Mitrovic, se nëse kjo kost, e cila është përgjegjëse për këto dështime që kanë ndodhur, tolerohet të jetë hiperaktive në Mitrovic, humbja do të jetë e sigurt për Partinë Demokratike. PDK-ja I ka shanse të fitojë. Mesazhi është mos shkoni në Mitrovic. Mos pranohen. Dëgjoj, mos shkoni në Mitrovic me këtë udhëheqës e përditshme. Humbja ndrohet në kostot e humbjes, apo? Orit, duhet ta themi hapur. Edhe deri para këtyre që ndodhen në Drenas, Ramiz Ladrovci është një figurë lokale. Po sot ka gjeneruar një simpati nacionale. Po a di pse? Vetëm sepse u pozicionu me këtë kost politike kundër. Dëgjoj, sot Ramiz Ladrovci ka admirim, edhe po e tham në mënyrë hipotetike. A diçka ka PDK-ja çfarë mesazhi ka transmetuar? Që tallme nëse don me fitu Prishtinën duhet nëpërmjet Ramiz Ladrovcit. Atje është adresator. Po, atje, ata duhet ta marrin ta bëjnë kandidat. Jo, ata duhet ta marrin ta bëjnë kandidat edhe për Prishtinën se ka ambicie me fitu Prishtinën. Vërtet? Po, kjo është bindja ime. Këta me armiqsinë ndaj tij kanë kontribuar që ta shndrojnë në figurë nacionale Ramiz Ladrovcin. Sot dominon një konsensus nacional për persekutimin politik që është bërë Ramiz Ladrovcit nga kjo strukturë politike. Edhe unë jam I bindën që në bashkimi që janë pas, a ka qenë temë diskutimeve bre Ramiz Ladrovcit deri para këtyre zgjedhjeve, asnjëherë, një që e ka administruar një komunë me mundësi modeste. Papritmas u shndrua në kryelajm të ajo është ylli I këtyre zgjedhjeve. Është shndruar në yll të këtyre zgjedhjeve. Shishasët si janë strukur, zguxojnë asnjë deklaratë me fol për të. Po ata në depresion politik tash. Memri këta. Po në depresion politik. Ata në depresion nga kjo që ju ka ndodhur, s'mund me ka përdi këtë që ju ka ndodhur. Kështu që vesh nëse kretë shpresat I kanë nëse mund me mbjetu duke u kacavier tek po ata as guxim politik, bora dëgjova dje çka tha Agim Alio. Aset I rëndësishëm. I PDK-s. Po a ka ata as guxim politik tash nuk kanë më përballë me këtë situatë. Një fitues pa vallotazh të zgjedhjeve, një komunë pa vallotazh të përjashtuar, njëri prej kandidatëve kryesor, njëri prej figurave kryesore të PDK-s. Mbajnë kufjet në vesh ndoshta. Këtu janë, kjo është pak parodizim. Po parodizim, ose imponon situata. Kasolli, do të kemi zgjedhje përsëri rrethin e dytë të votimeve. Dhe zgjedhje nacionale sipas e Një javë publicitet
pauze nga një fushat e lodhën, të lodhën e zgjedhjeve kupedion, dhe masë nga java tjetër do të rikthehen, do të kthehet vokacioni elektoral, një garë, base pamshirshme nga marrëveshjet mbi tavolina, nga marrëveshjet nën tavolina e tjera që i synojnë me arsye legjitime liderët e partive, kandidatët që janë në balotazh, që janë në balotazh e tjera për të siguruar mbështetje dhe fitore. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Do të jemi këtu kasolli. Edhe më tutje. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.